në të cilën Allahu subhanahu wa taala na flet për këtë çështje. Hal thot, alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibah ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi as-sama. Tu'ti ukulaha kulla hin bi'idhni rabbiha. Në këtë ajet Allahu na thot, a ke pa se si Allahu e ka krahasuar atë fjalën e bukur me atë pemën e bukur. Pra, cila është fjala e bukur edhe pema e bukur që Allahu na e ka krahasuar. Pra, dietarët e shpjegimit të Kuranit, dietarët e tefsirit, edhe sipas haditheve të pejgamberit kuptohet qartë se është fjala për besimin, se është fjala për fjalën la ilaha illallah, se është fjala për shahadetin. Dhe me thonë, Allahu shahadetin që e ka quajtur fjalë e bukur, e ka krahasuar me pemën e bukur. Dhe pema e bukur konkretisht është për qëllim hurma, pema e hurmës. Nga se kjo pemë është specifike, edhe pejgamberi ka krahasuar me besimtarin. Dhe ju ka thonë shokëve të tij në rast, ma tregoni për një pemë e cila është e drejtë, edhe pemët e saj nuk bien asnjëherë. Dhe me thonë nuk ka asnjëherë, gjithmonë është e gjelbërt. Edhe ka thonë me tregoni se cila është ajo. Edhe sahabët kanë filluar dhe me thonë që të mendojnë se cila mund të jetë ajo pemë e cila krahasohet me besimtarin. Atëherë kur e ka pasur që ata nuk po gjejnë, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë është pema e hurmës. Pra ka thonë është një pemë, trupi i saj është i drejtë, dhe rënjët i ka të fuqizuara, dhe fletat e saj nuk bien asnjëherë, dhe frutat e saj që ndrojnë vazhdimisht. Dhe Allahu subhanahu wa taala edhe pikrisht këtë pemë na e ka krahasuar me besimin. Çfarë është kuptimin që na ka krahasuar Allahu fjalën bukur? E ka krahasuar fjalën e shahadetit. E ka krahasuar besimin me hurmën. Krahasimi është ka se Allahu ka thonë, a nuk i ke pa fjalën e bukur sikurse pema e bukur, e cila është e fuqishme në trunkun e saj. Më thonë besimi, nëse rënjoset në zemrën e besimtarit, ai është i fuqishëm edhe nuk mund ta largojë askush. Domethënë mund ta luftojë besimtarin dikush. Mund ta persekutoj. Mund ta fyej. Mirë, po besimin e tij nuk mund t'ia largojë askush, sepse ai në zemër edhe nuk e ka në dorë askush përposa Allahut subhanahu wa taala. Dhe thot është e fuqishëm në trunkun e saj, ndërsa degët e saj janë të drejtuara ka qielli.